dhe pjesëme vendore të 6 marsit, që do të zhvillohen në 6 bashki të vendit. Teksa kërkoi votën për kandidatin socialist Rahim Spaiu, sekretari i përgjithshëm i Partisë Socialiste Damian Gjiknuri, tha se Partia Socialiste e mbajti premtimin për rrugën e Arbrit dhe si qëllimi i tyre është që ta çojnë deri në Peshkopi. Vota për Rahimin dhe për Partinë Socialiste është vot për garancinë për zhvillimin e Dibrës. Në vitin 2016 këtu u dha një premtim. U tha, ne do ta bëjmë rrugën e Arbrit. Dhe Edi Rama kur erdhi në Dibër më tha këtë llaf. Nëse fitojmë bashkinë dhe Dibrand janë ata burra që gjithë i njohin, unë e premtoj që do ta bëj rrugën e Dibrës. Dhe faktikisht e bëri realitet dhe kjo është fal votës suaj. Rruga nuk do të përfundojë me kaq. Dhe prap jeni para i testi. Ta vazhdojnë deri në Peshkopi atë rrugë. Po pyetja shtrohet, me kë do vazhdoj rruga? Me Bravën dhe anti-Bravën apo me Rahimin djalin Duj? E kemi zgjedhur për faktin se kemi sjell një administrator, kemi sjell një qytetar që do ta bëjë detyrën vet, pa i ndenjur njëri me kokë dhe me mbështetjen e qeverisë së Edi Ramës. Te ju garantoj. Ndërkohë Partia Socialiste ka mbyllur fushatën elektorale edhe në Lushnjë, ku drejtuesi politik i qarku të Fierit Tauland Balla kërkoi votën e lushnjarëve për kandidatën për kryetare bashkie Eriselda Sefa. Të dielën do të zhvillohen zgjedhjet vendore në 6 bashki, përkatësisht në Dibër, Shkodër, Vorë, Rogozhin, Lushnjë dhe Durrës. Partia Demokratike denoncoi sot përmes deputetit Arbi Agalliu dhënien nga qeveria sipas saj të tokave në Himar për 30 vite miqve dhe bashkëpunëtorëve të saj. Në një deklaratë për mediat nga Selia Blu, Agalliu theksoi se një prej përfituesve është dhe ministrja e jashtme Olta Xhaçka. Edi Rama i ka dhënë statusin e investitorit strategjik për ndërtimin e një hoteli dhe shfrytëzimin e një zone bregdetare në Himar, një kompanie në pronësi të ish deputetit socialist Artan Gaçi, i cili është edhe bashkëshorti i ministres së jashtme Olta Xhaçka. Për të fshehur gjurmët e bashkëshortit të ministres, është futur në mes kompania AGTTC Hotel Management, kompani e themeluar vetëm 3 muaj pas shpalljes së investitorit strategjik. Një skem e ngjashme kjo me inceneratorët. Adresa e kompanisë AGTTC Hotel Management është e njëjtë me 2 kompanitë e krijuara me punonjës të Artan Gaçit. Edicioni qendror i lajmeve. Moti i keq me rreshtet e dendur shiu dhe të borë në zonat të ndryshme të vendit ka sjellë vështirësi në qarkullimin e autometeve në disa segmente rrugore. Nisur nga kjo situatë, policia e shtetit bën me dije se ka marrë një sërmasash emergjente duke rritur prezencën e shërbimeve në të gjitha rrugët e vendit me qëllim parandalimin e aksidenteve rrugore, si dhe për të ardhur në ndihmë përdorruesve të rrugës në rast nevoje. Policia apelon të gjithë drejtuesit e mjeteve që të rrisin kujdesin gjatë kalimit në të gjitha akset rrugore, pasi ka prezencë të ujit dhe të dëborës. Sport. Gjykata e Tiranës ka lënë në fuqi pezullimin nga detyra deri në përfundimin e hetimeve të presidentit të Federatës së Shqiptare të Futbollit Armand Duka. I njëjti vendim është marrë edhe për sekretarin e përgjithshëm Ilir Shulku dhe kryetarin e shoqatës Tirana Ardian Haçin. Zyrtarët e lartë të federatës akuzohen për shpërdorim detyre. Edicioni qendror i lajmeve. Ishte gjithçka të nderuar dëgjues për këtë edicion qendror informativ me redaktor përgjegjës Ujeza Sheme dhe Xhorxhe Plevneshi, kryeredaktore Olgera Muka. Nga unë Kevin Sula, mirë dëgjofshim. Ju flet Tirana. Edicioni qendror i lajmeve. Dita nis bukur kur mëngjesi është i herët. Matilda dhe Flori janë gati të nisin mëngjesin pranë jush. Prej datës 28 shkurt, RTS1 sjell një imazh krejt të ri të Mirëmëngjes Shqipëri. Prej orës 6 do të jemi drejt për drejt në një transmetim radio televiziv. Mos haro, nëse po udhton, ndiqe radio në 99.5 FM, në Radio Tirana 1 dhe shoqëroje mëngjesin tënd me energji. Zërat e mesnatës në Radio Tirana 1. Nga data 28 shkurt. Zërat e mesnatës. Çdo mbrëmje në orën 23. It is such a good night to kiss. It is such a good night to dance. It is such a good night to Scooby-Doo, 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 la. Radio Tirana. Mediumi më i besuar i informimit. Radio
Ju flet Tirana.